pedagog. Unë fare mirë mund t'jepja pedagog, por kur ti merresh me dhënien e mësimeve për studentët, ti merr një teori të tjerëve dhe u paraqit studentëve, dhe nuk quhesh shkencëtar. Problemi që ka Shqipëria sot është se ne i kategorizojmë, ndonjëherë mendojmë që pedagogët janë shkencëtar, pedagogët janë thjesht mësimdhënës. Por janë në niveli më të lartë, por nuk janë shkencëtar. Shkencëtari është antar i një akademie të caktuar dhe thirret nga akademitë dhe ai është shumë më lart se sa një pedagog. Për shembull, mua më ka thirrur Akademia Amerikane e Edukacionit, Terence Deacon, një ndër 3 etnologët më të mëdhenj të botës, dhe ai më ka bërë një letër që ne dëshirojmë që librin tënd ta marrim, ta botojmë në gjuhën shqipe, etimologjia dhe semantika strukturale, që flet përgjithsisht është për teknikën e kërkimit me anë të strukturës fjalës, sepse Roland Barthes thotë që kuptimi i fjalës fshihet brenda fjalës. Pra në kuptimin e fjalës duhet ta kuptojmë në idiomat që ka fjala vet, këtë që thotë edhe Petrozhej. Po ju aty në këtë